Jemi 33 vjet më parë, shtator. Të kthyer nga pushimet verore, teatri ka organizuar një mbrëmje për çeljen e sezonit të ri. Të ftuar të gjithë, dhe ata që kanë vite që kanë dalë në pension, hequr nga borderoja, por jo nga shfaqjet. Takojnë me një dashuri për të pasur zili. Shfaqja është gjysmë e improvizuar. Desha të them që nuk është e lehtë për mua, sepse ndodhem në hapët e para dhe natyrisht ka kohë të them, domethënë se vërtet ja vlen të merresh me regjizuar apo jo. Ajo ka shkuar ndonjëherë në mendje të dyve se do të dili në një ditë në pension bashkarisht. Kuri dhe Tafa dalin në pension. Isha gjimnazist. Bujari kujton gjimnazin. Ata që e njohin në rregull dhe e dinë ku e ka shtëpinë, e kam pikërisht mbrapa shkollës Petrodin Luaraci. Dhe klasa jon, do të thonë, e maturës, kishte dritaret ballë për ballë me shtëpinë e Nrekës. Dhe Nreka çdo mëngjes kur ne fillonim shkollën, ndiste motorin dhe vinte në teatr. Dhe ne çdo ditë në mëngjes dilnim në dritaren e klasës dhe bërtisnim. O Nrek! Nreka shikonte kështu edhe hikte. Një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 muaj, 2 muaj, 1 vit e tërë, unë dilnja në dritare dhe bërdi qa. O Nrek! Nreka u mërzit kaq shumë, sa erdhi disa herë në drejtori, u bën disa sondazhe për të zbuluar se kush i vërtet çdo mëngjes o Nrek. Nuk u gjet. Mbarova gjimnazin, fillova shkollën këtu si student i arti dramatik. Një ditë, duke qëndruar këtu në borë se qëndroni studentët edhe aktorët, unë i bërtas një shokët tim. O Taqo! Në këtë moment, tak Nreka u kthy, mu afrua edhe më tha, ti je. Të them të drejtën, unë u preva kështu. Po, tha kështu unë jam. Mas një viti tha po të zbuloj. Më përqafoj kështu dhe tha, do bësh artist i mirë. Kjo tregon që edhe Nreka ditë parashikoj mirë. Faleminderit. Në Radi Institutin. Gazi Filipi jetë të mësim në Institut të Arteve të folur skenik. Edhe fillonte. Frymëri o Dio, fragimoti i gjedi e ma. Mushesh me frymë, basta jetë atë frymen. Am keni po mu ke zopi kur i thëm, Klea,
Kam prinu një... Kaq. Qo të është qerimata, qo është qerimata. Më shumë me frim, mush është qerim. Qitetash, për ti paske pi merdjal. Artistët e nderuar, Violeta Manushi dhe Viktor Gjoka. Violeta dhe Viktori, një komedi të haruar, por shumë të suksesshme. Po ju lë midis miq, midis shokësh, ju lutem. Këtë proçke që më bëre Nikolaj që nuk ta pata borç. Po që ke bëj thëllëzaime pse e prish gjakun? Po si more burr? Po punësh këtë më sjellësh në shtëpi profesorin, që e ka ti posur ta bësh dhëndër dhe unë e zonjë shtëpis mos digjet, e po ky është turp e shkuartur. Po ti thua ose doktorin ose bien pishin. E the po si? Se më grezjuar, e ti bëjnë dirë shtëpis tënde, se unë jam ajo që i kam përzën 6 herë ata që na kanë ardhur për çupën. Vetëm të arrinja kësaj dite të martonja çupën me doktor. Ditë e tretë kur u kthe nga Franca, i dërgova as pasin sëmës. Sepse fjala olimpikës pi uj, i sojmi do të shkoj me të sojmi. I sojmi me sojmi? Po unë qa për thënë? Pika soj, soj që më shgju. Pika sojtë, soj që më shgju. E nuk e kishte fis të bëhet vi të bësh dhëndër në shtëpinë e Nikolaj Jorgangjive. Të lutem shumë. Këtë la kap në Jorgangjive mos ma përmend 100 herë. Po pse? Se dhe unë jam e bje pëlliva qopingarit. Sot e të sjellësh e ta bështot ripacakun e përmetit. Kjo! Olimbi, a i vërtitet me një rogë. Rogëzeza! Ku o japin edhe atë? Se nga gjepi është Ramona. Por ti s'merr vesh nga këto gjëra. Jeta është aritmetiki, olimpiki. Të shkoj jeta duke bërë aritmetik mër katrat. Më lejoni t'u them 2 fjalë. Dhe në fund, porosia e Viktorit. Me gjithë se nuk e prisja të vija sot këtu, më bëri përshtypje një gjë. Inshallah, për e flas turqe këtë lafë, se da shpësu goja. Të eci i teatri jonë për para. Unë vi, kam qenë këtu afer, ju e dini. Është një krizë e madhe. Kalojnë për Adriatik me det. E me det si ka kaluar kjo në për Adriatik me tren. Pra uroj që teatri jonë ka qenë një teatr simbol, me aktor të shkëqyer, me aktor me të vërtet përvojë artistikisht të pjekur. Unë do t'ju lutem, ne na kaloj koha, merreni këtë stafet, çojeni përpara në këtë kohë kur arti teatral e në përgjithësi janë ulur, jo vetëm tek ne, po dhe jashtë. Të eci gjithmonë përpara, të mos u mbasi teatri. Do t'u jap edhe një gjë. Ju keni qef të vini pjesë të huaja në skenë Shakespeare, Molière, Goldon, Rondon, Dondon. Kujdes autorët shqiptarë, sepse teatr kombëtar pa dramaturg shqiptar nuk mund desi përpara. Autorë shqiptarë të kemi Shqipëri e vogël ka një art të madh. Një gjë do t'u them. Një gjë, të mundohen aktorët të jenë sa më modest. Pash që ka shumë fryrje. Fryrja është sëmundje kanceroze. Mundohuni të shkarkojni. Po su shkarkuam, nuk ngarkohemi me figurën. Ju uroj suksese. Ju lutem të ngjiteni në skenë për të bërë një fotografi bashkarisht. Ju lutem. Të morete me një këtë vajzë të